Përshëndetje gjithë ju të shenjës së shijetarit. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin për muajin maj edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një muaj sa më të mbar të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit prill ende nuk ka përfunduar, videot e javës, por dhe video të ndryshme me tema të ndryshme në këtë kanal. Ju ftoj të ndiqni dhe shenjën tuaj ascendente dhe ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë shohim muajin maj edhe në lidhje me shenjën tuaj. Atëherë keni të bëni me energji të shenjave të shenjës së ujorit. Kemi të bëjmë me energji të shenjave të ajrit dhe shenjave të zjarit që jeni dhe ju vetë. Në fillim të javës së parë, ju shoh që ju jeni duke manifestuar. Manifestoni në lidhje me një dashuri, në lidhje me një person. Për pjesën tjetër, ju manifestoni në lidhje me shtëpinë, me fëmijët, me familjen tuaj, ose për punën tuaj nga ana ekonomike, çfarëdo që të manifestoni në fillim të javës së parë, unë shoh që ju do arrini të realizoni gjërat që ju dëshironi. Në lidhje me pjesën e personave që duan të futen në një njohje, ju keni manifestuar në lidhje me këtë person dhe shoh që ky person është një person që ju mendon seriozisht, është një person që përdor më tepër pjesën e logjikës se sa pjesën e emocioneve. E shoh është një person në një pozicion të favorshëm, mund të jetë në një pozicion, mund të jetë një person inteligjent, mund të jetë një person në pozicion të rëndësishëm ekonomik, mund të jetë një person zyrtar, shoh këtu. Gjithsesi, unë shoh që ju jeni duke i dhënë fund një lodhje të gjatë dhe dëshironi të bëni një fillim të ri, një dashuri të re. Ndoshta diçka ju ka lodhur në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja dhe ju dëshironi të jepni fund kësaj lodhje për të bërë fillime të reja. Dhe këtu flasim në lidhje me dashurinë për të gjithë ata që janë në këto situata, ndërsa në lidhje me pjesën tjetër, mund të ketë lidhje me institucionet, me pjesën e dokumentave, ku ju keni manifestuar dhe dëshironi diçka në lidhje me institucionet shtetërore. Mund të jenë dokumenta të ndryshme, mund të jenë çështje dhe situata ligjore, mund të jenë çështje që kanë lidhje me studimet për pjesën tjetër, ose mund të jenë çështje shëndetësore. Por është një situatë që ju ka lodhur dhe në fund të javës parë unë shoh që i jepni fund kësaj situate. Ndoshta ka vazhduar dhe për një kohë të gjatë që ju ka bërë të paduruar në lidhje me një çështje që keni. Ndërsa për pjesën tjetër mund të ketë lidhje me punën. Ju ndoshta dëshironi të pozicionojnë në një punë më të mirë. Një punë që keni bërë deri tani, ndoshta kjo gjë ju ka lodhur, ose ju mund të jeni lodhur në çështje dhe situata të ndryshme në lidhje me punën, dhe unë shoh fillime të reja. Ju jepni fund, çliroheni nga një lodhje gjatë që keni kaluar. Kjo ka vlerë edhe në lidhje me çështje dhe situata të tjera, varet nga situatat që ju keni. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e dytë. Në lidhje me çështjen e zyrave mund të ketë lidhje edhe me çështje shtëpie, me dokumenta të ndryshme, dokumenta leje qëndrimi, leje pune, dokumenta makinash, mund t'i merrni dokumentat nga më të ndryshmet, dokumenta studimesh. Dhe shohim javën e dytë. Në javën e dytë jemi te energjia e shenjës së peshores, kemi energjinë e shenjës së akrepit dhe kemi energjinë e shenjave të zjarit që jeni ju vetë. Por mund të keni dhe ascendenten ose hënën në këto shenja, ose mund të keni të bëni me persona të këtyre shenjave. Gjithsesi, unë shoh që i jepni zgjidhje një situate. Mund të jepni një zgjidhje, një situate në lidhje me dashurinë, për të bërë një fillim të ri në lidhje me këtë person që vjen drejt jush.
Në rastin tjetër, mund të jetë që ju vendosni një lloj ekuilibri në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Ndërsa për disa të tjerë, ju mund vendosni një drejtësi, ndoshta në lidhje me të drejtat tuaja, në lidhje me partneritete, bashkëpunime të ndryshme, dhe do harrini që të gjeni një rrugë zgjidhje, por edhe në lidhje me anën ekonomike, ose çështje dhe situata gjyqësore të ndryshme që mund të keni. Ju i jepni zgjidhje në fillim të javës, dhe në mesin e javës shoh që ju i jepni fund vështirësive. Ju pësoni një lloj transformimi, një lloj ndryshimi të madh në jetën tuaj. Ju sikur i lindni në mesin e javës, duke lënë mbrapa të gjitha vështirësitë që keni kaluar, vështirësi në lidhje me njohjet që mund të keni, me lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Dhe shoh që ju presin surpriza pafund. Mund të keni surpriza në lidhje me dashurinë, sepse unë shoh që ju vini një drejtësi, zgjidhni një situatë, i jepni fund disa situatave të vështira që keni kaluar, si në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, dhe shoh një ndryshim të madh për ju. Dhe ju jeni në pritje të këtij ndryshimi. Për pjesën tjetër, mund të zgjidhni një çështje, një situatë që ligjore, që mund të ketë lidhje me dokumenta të ndryshme, mund të ketë lidhje me çështje, situata të ndryshme që keni, dhe në mes në javës ju e mbyllni këtë situatë, çliroheni nga kjo situatë, dhe shoh që aty do vinë ndryshime të mëdha, ju presin surpriza pafund, dhe ju jeni në pritje të këtyre ndryshimeve që ju i keni kërkuar. Ndërsa për një pjesë tjetër mund të jenë çështje dhe situata që kanë lidhje me familjen, me fëmijët, me shtëpinë, me dokumenta të ndryshme, në lidhje me studimet, për një pjesë tjetër, por mund të jenë dhe dokumenta shtëpie, makine, dokumenta për qëndrimi, leje qëndrimi, largimi jashtë shtetit, mund t'i merrni nga më të ndryshmet. Por unë shoh që ju vini një drejtësi dhe zgjidhni një situatë dhe jepni fund lodhjes ose vështirësive që keni kaluar deri tani. Dhe shoh që do bëni plane afatgjata në fund të javës së dytë, duke parë gjërat që ju rrethojnë, duke parë situatat që ju keni kaluar, ju do arrini të mendoni dhe të bëni plane në perspektivë, në lidhje me një njohje. Nëse ju futeni në një njohje me një person, ndoshta diçka ju ka lodhur nga e kaluara juaj, ju dëshironi që ky person të jetë personi i jetës tuaj dhe të keni vazhdimsinë e jetës me këtë person. Ndërsa për pjesën tjetër, në lidhje me shtëpinë, me fëmijët, ju ndoshta dëshironi t'ju jepni drejtim, dhe dëshironi që fëmijët tuaj të marrin një drejtim me perspektivë, për të marrë një të drejtë studimi ku vërtet ka perspektivë si deg, ose në rastin tjetër për të marrë një drejtim në lidhje me një punë, me një aktivitet, me një trajnim që mund të bëj. Dhe ju shoh mund të prisni përgjigje edhe në lidhje me punën, nga ana ekonomike, por gjithmonë jeni në një fazë që ju do filloni të shikoni gjërat në perspektivë. Nëse ju prisni përgjigje në një punë, doni një punë që vërtet t'ju sjelli të ardhurat mira dhe të jetë një punë në vazhdimsi. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e tretë. Në javën e tretë kemi të bëjmë me kartën e gjykimit, energjinë e britsjapit këtu, dhe kemi dhe energjinë e luanit. Gjithsesi ju shoh karta e gjykimit ju thret, merrni një vendim, ju thot, mos rrini në pritje, si në fund të javës së dytë. Nëse ju dëshironi në pritje të një personi, të një dashurie, atëherë hidhni hapa vet. Merrni vendime në lidhje me këtë person. Edhe pse ju shoh që keni kaluar shumë vështirësi, dhe nga këto vështirësi që keni kaluar, ndoshta keni kaluar tensione, situata toksike, keni pasur njerëz toksik në jetën tuaj, atëherë ju keni marrë mësime dhe merrni një vendim, ju thot, gjeni forcën për të ecur përpara në lidhje me një dashuri, me një njohje, me lidhje ose me marrëdhënie tuaja. Edhe pse mund të kenë qenë këto situata. Gjithsesi, këtu kemi planet Saturnin, Saturni jep mësime, krijon vështirësi dhe jep mësime në lidhje me situata të ndryshme që ju mund të keni kaluar. Por shoh vendime të rëndësishme,
Një pjesë tjetër mund të keni shumë pasion në lidhje me një person. Edhe pse keni kaluar sfida dhe vështirësi, ju do ta gjeni forcën brenda vetes për të bërë një fillim të ri në lidhje me një person. Për pjesën tjetër mund të keni situatat e vendit punës ku ju kanë tensionuar, ju kanë stresuar në lidhje me një periudhë të mëparshme, por ka ardhur momenti që ju nga të gjitha këto situata keni mësuar diçka, kështu që ju do jeni më të organizuar, do filloni të vendosni një rregull në jetën tuaj në lidhje me punën, me anën ekonomike, por shoh që do lini këto vështirësi mbrapa dhe do keni një energji të jashtëzakonshme dhe një forcë për të ecur përpara. Dhe këtë mund ta merrni edhe në çështje situata të ndryshme që do keni. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e 4. Atëherë në javën e 4 kemi të bëjmë me energji të shenjave të zjarit që jeni dhe ju vetë, energji të shenjave të tokës dhe energji të shenjave të ujit. Në fillim të javës, ju shoh që i vendosni qëllime vetes, ju do shikoni një dritë, do shikoni dritën mbas këtyre maleve, mbas këtyre vështirësive që ju keni kaluar dhe ju thoni do t'i vendos qëllime vetes në lidhje me një dashuri, në lidhje me një person, ose që unë të ndryshoj statusin tim, të futem në një njohje. Në rastin tjetër, mund të jetë në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, në lidhje me kontrata të ndryshme që do keni gjatë fillimit të javës së 4, sepse shoh që ju keni vuajtur shumë dhe këtë ma tregoj gjithë energjia e pjesës së dytë dhe pjesës së tretë të javës, domethënë javë e dytë, javë e tretë. Keni kaluar shumë vështirësi dhe tani dielli do lindi për ju, por do lindi duke i vendosur qëllime vetes. Dhe duke lënë mbrapa të gjitha këto vështirësi, por ndërkohë këtu dhe fati do t'ju ndihmojë në lidhje me qëllimet që ju vendosni vetes. Mund të jetë një qëllim në lidhje me dashurinë, që ju të çoni njohjet, lidhjet përpara, ose në rastin tjetër, shoh që ju mund të jeni duke menduar që të çoni para punën tuaj, anën tuaj ekonomike për të arritur atë. Dhe disa prej jush do kenë dhe rritje ekonomike gjatë këtij muaji. Por ndërkohë ju shoh po mendoni shumë dhe do të arrisni anën ekonomike, se shoh që ju do merrni disa para dhe është një shumë e konsiderueshme. Do mendoni të investoni diku ose edhe të hiqni disa kursime. Ju shoh që po punoni shumë fort në lidhje me anën ekonomike dhe kjo punë që do bëni, ju shoh do sjelli të ardhura shumë të mira në lidhje me ju. Ndërsa në lidhje me dashurinë, edhe pse keni kaluar vështirësi, edhe pse shihni që diçka lind në horizont, një diell lind në horizont, një dashuri lind, ju tregoni të mbyllur. Mos u tregoni të mbyllur ndaj një dashurie, sepse ju shoh që ju do keni kundërshime mendimesh me këtë person. Ndoshta nuk do jeni ju ata që nuk do dëshironi që të hyni në këtë njohje, sepse ju shoh shumë të mbyllur. Ndërsa për pjesën tjetër, në lidhje me anën tuaj ekonomike, shoh që ju bini pak të nuk e di, por keni ngecur në gjëra të së kaluarës. Ndoshta një njohje, një lidhje ose një marrëdhënie nga e kaluara juaj, mund të jetë diçka që ju e keni humbur dhe keni ngecur te kjo situatë dhe nuk shikoni mundësitë dhe ofertat. Dhe kjo është arsyeja pse tregojeni të mbyllur si në lidhje me dashurinë, në lidhje me punën nga ana ekonomike, shoh një lloj dështimi më saktë, ose ju mendoni dhe jeni përqendruar te humbjet ekonomike, humbja e një mundësie që mund të keni pas në të kaluarën tuaj dhe nuk shikoni mundësitë dhe ofertat që do t'ju vinë. Por hapuni ndaj dashurisë, hapuni ndaj mundësive dhe ofertave dhe lërini gjërat të rrjedhin, sepse kjo është energjia e kartës, është këshilla e kartës dhe shikoni mundësitë dhe ofertat që do t'ju vinë në jetën tuaj. Mund të jenë oferta në lidhje me dashurinë, oferta në lidhje me punën, në lidhje me fëmijët, me shtëpinë, me familjen, në lidhje me pjesën e dokumentave, në lidhje me studimet tuaja.
ose edhe me anën shëndetësore për një pjesë tjetër. Gjithsesi, dilni nga kjo energji, mos u përqendroni te humbjet e skaluarës. Mos e ktheni kokën mbrapa, shikoni para, shikoni mundësitë që i keni mbrapa shpinës tuaj, sepse ju jeni përqendruar kaq shumë në një lloj trishtimi sa nuk shikoni mundësitë që janë aty për ju. Gjithsesi, është një muaj fantastik, një muaj ku ju vini një drejtësi, jepni zgjidhje situatave, shoh që do keni disa diskutime aty, do keni ndryshime të mëdha, do bëni plane afatgjata, do çliroheni nga një lodhje gjatë, do ketë realizime në lidhje me gjërat që ju keni manifestuar, do merrni vendime të rëndësishme, edhe pse keni kaluar shumë vështirësi, ju do gjeni forcën për të ecur përpara. Thjesht do merrni një shumë të konsiderueshme parash, xhepi juaj do mbushet gjatë kësaj periudhe, gjatë këtij muaji, po jo për të gjithë pjesëtarët e shenjës, sepse jo të gjithë ndikon njësoj, edhe pse jeni një shenjë. Dhe thjesht mos u përqendroni te humbjet e së kaluarës tuaj. Shikoni mundësitë gjatë këtij muaji. Dhe marrim një mesazh nga angjël dhe shohim se çfarë mesazhi na japin në lidhje me ju. Dhe karta Ravet. Atëhere, ju do ndjeni shumë të sigurt. Do jeni në lëvizje gjatë gjithë kohës, do keni shumë pasion, do ndjeni dhe pak të shqetësuar, thotë. Gjithsesi, ju thotë që diçka do vi papritur në jetën tuaj dhe do vi me njëherë, thotë. Koha se kur vinë gjërat është shumë e rëndësishme. Mendoni me kujdes në lidhje me gjërat që ju dëshironi. Atëhere, në qoftë se ju dëshironi një fillim të ri në dashuri, unë shoh që do keni shumë pasion, do jeni në lëvizje gjatë gjithë kohës, do keni flerte, romanca, do ndjeni të sigurt, thjesht do ndjeni dhe pak të shqetësuar. Ose në lidhje me punën, në lidhje me kontrata të ndryshme. Ju shoh edhe në udhëtime, mund të jenë kontrata në lidhje me punën, ku ju do jeni gjatë gjithë kohës duke lëvizur, në lidhje me dokumentat, në lidhje me studimet tuaja. Thjesht duhet papritur mund të vi diçka, thot, mund të vi diçka dhe me njëherë në lidhje me ju. Thjesht është diçka e bukur, diçka simpatike, thot, mendoni me kujdes në lidhje me gjërat që ju vërtet dëshironi, sepse shoh që në fillim të muajit që ju manifestoni në lidhjet me gjërat që ju dëshironi. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, ju uroj përsëri një muaj sa më të mbar, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në te numri i WhatsAppit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Dhe ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë ju uroj një mbazitë të këndshme, ndëgjim të këndshëm të kësaj videoje.